Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt zonja dhe zotrin, sigurisht për të folur për këtë buxhetin e Bashkisë së Tiranës, sidomos janë pak të çuditshme këto shpenzime dhe mbi të gjitha edhe taksimet që na bëhen tani më që kemi zbuluar se si vidhen 100% të parave. Dor Teliti është me ne, mirëmëngjes Teliti, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Dori, po e nis me një anekdot kur shkoi Giulia Andreotti në Kinë dhe sekretari. Pyetja për buxhetin e ri të bashkisë, kush do vjedhi dhe kë do vjedhi? Do vjedhin ata që vjedhin, që kanë vjedhur atyre 10 viteve, po të njëjtët janë, po të njëjtat emra, po të njëjtat fytyra, po njëjti model, që vazhdon pavarësisht se është apo s'është Velia në zyrë, i cili vazhdon ende të ketë njerëz të tij pjesërisht. Por tashmë nuk është vetëm Velia, por edhe të tjerët, është gjithë qeveria që ka futur duart aty brenda, që kanë emëruar zonë sekretar, kanë emëruar drejtora, kanë emëruar shefa sektorësh e kështu me radhë, për të vazhduar atë modelin 10-12 vjeçar të viteve të fundit që është kap. Po doli përpara dhe qef fond i lirë, dhe të një fond i cili të jeti përqyshëm dhe nga ana masisë, sepse nuk flasim më, ta nuk kraqen më me qindarka, kemi vënë re tashmë. Ta duan vlerat konsiderueshme, janë fonde të destinuara për abuzime, të destinuara për të dhënë klientelës, dhe në fund fare të destinuara për të ndarë bashkë me klientelën ato llokma të mëdha të buxhetit, të cilat vazhdojnë të ndahen vit pas viti, se baklavaja që u dhurua para 2-3 vitesh mbani më nga deputetët socialistë njëri tjetrit, ashtu siç trajtohet buxheti qendror i shtetit, ashtu trajtohet buxheti i Tiranës. Nuk ka as edhe lloj ndryshimi. Modeli është i njëjti. Çështja është, a mund të bëhet diçka tani që Velia është në burg, tani që Balluku po shkon në burg, tani që e dim skemën, a ka mundësi diçka grupi i këshilltarëve të opozitës apo qytetarët për të frenuar, për të përmbajtur diçka? Për të kursyer në lek? Absolutisht që po. Çfarë? Madje kjo ka qenë qëllimi që ne prezantuam 29 amendamente, jo për ta bërë atë buxhetin e Tiranës buxhet perfekt, jo. Po 29 amendamentet tona synonin arnimin dhe bllokimin e gjithë atyre kullimeve që që kullojnë pikatore që janë të buxhetit të Tiranës për të mbyllur rubinetat e abuzimit. Dhe thoni ju, i morën parasysh të 29 amendamente? Absolutisht që jo. A pranuan që të diskutonin këto 29 amendamente? Jo, nuk i pranuan. A pranuan të fushin votim, që është procedurë ligjore normale, për të votuar propozimet e palës tjetër? Absolutisht as në votim nuk i hodhën. Ishin 29 amendamente, Flavio, të cilat synonin nga njëra anë lehtësimin e barrës për qytetarët dhe për sipërmarrjen e Tiranës, uljen e taksave dhe tarifave vendore. Këto takse dhe tarifa vendore që arritur nga 2 deri në 10 herë gjatë këtyre viteve, ka nevojë urgjente ulëritse aktorët e tregut të Tiranës, pra familjarët, konsumatorët dhe bizneset, që ato taksa të ulen ndjeshëm. E patëm propozuar me anë të amendamenteve, as u morën parasysh, as u votuan, dhe Tirana dhe viti 2026 dhe qyteti, kryeqyteti, krahasuar me vendet tjera të rajonit, me taksa dhe tarifa. A pranuan këta këshilltarët e mazhorancës, të cilat thjesht një tufë e madhe kartongritësh, realisht një tufë e madhe kartongritësh, pa parë që nuk logjikojnë, që nuk mendojnë, shohin thjesht çfarë kartoni duhet të ngrenë mbas porosisë që u vjen në mesazh. I propozuam aty që mos paguhet më zonja e zotërinj, inceneratori Tiranës që nuk ekziston. Madje sfidova edhe në kryetarin e bashkisë, në Komisionin Ekonomik, i thash, a ka mundësi të shkojmë bashkërisht me ju? Në kryetari e re që jeni Bashkisë Tiranës tashmë, Vasilika Vjerës, të shkojmë te inceneratori Tiranës, të futemi brenda, ta shohim bashkërisht të procesin e incenerimit, që sipas jush ekziston, por që gjithë bota e di që nuk ekziston. Pasi do japim vitin ardhshëm 14 milion euro të tjera, një procesi i cili është proces fantazëm. Vjedhje, e hapur. I bëra sfidën, hajde të shkojmë të usjes kanë të shkojnë të Povilla, e cila vazhdon të marrë nga taksa paguese të Tiranës, çmimin e rritur të ujit dhe ujë nuk kemi në çesmat tona. I bëra sfidë, hajde të shkojmë në terren aty ku kryen investimet, që gjoja kryen investimet për infrastrukturë, dhe që ne shohim shumë mirë që janë investime minimaliste, të cilat jo thjesht nuk sjellin zhvillim zonës, po përkundrazi kanë hapur problematika sidomos sipërmarrjeve të zonës. Bën propozime, atë propozim i cili është normale për një kryeqytet, i cili aspiron për të integruar Bashkimin Evropian. Mo hajde të ndërtojmë banjët publike që nuk kanë më banjë publike. Edhe kohën e Verogjës kishte banjë publike Tirana.
një shërbim i cili është domosdoshëm për qytetarët e Tiranës. I thanë jo, me vot kartoni. Hajde të ndërtojmë kopshte, shkolla dhe çerdhe që i ka nevojë Tirana sot, duke specifikuar edhe lagjet ku ato janë të nevojshme për të ndërtuar. Pasi nuk ndërtojmë dot gjitha brenda i vitit. Po ama vitin 2026 të adresoni problematika e 3 lagjeve kryesore ku ka mungesë akute shkolla, kopshte dhe çerdhesh, që është zona Astirit, kurore e liçenit Tiranës dhe Kodra Priftit. Çfarë bën këshilltarët socialistë? I thanë jo. Si jo? I thanë hajde të ndërtojmë infrastrukturën e nevojshme të një sistemi të shtat. Një sekond, çfarë do të thotë thjesht jo? Si jo? As unë hodhën në votim fare. Po mirë, me ato lekë çfarë do bëjnë këta? Se janë 400 e kusur milion euro. Ja 410 milion euro buxhet për vitin e ardhshëm, i cili u miratua me votat e kartonave të mazhrantës socialiste, të cilët janë 410 milion euro që realisht nuk do japin një impakt fare, po fare absolutisht fare në mirëqenien tonë si qytetar dhe në shërbimet që ne marrim si qytetar apo si supermarket që jetojnë në Tiranë. Po çfarë do bëjnë? A dini se sa është fondi parashikuar vitin e ardhshëm për subvencionimin direkt të fermerëve që u premtua dhe nga Velia në fushatë vitit 2023? Zero. Se na flitet shumë si do incentivojmë produktin e Tiranës, produktin e fermerit të Tiranës, të blegtorit të Tiranës. Por kur vjen puna për ta mbështetur atë, zero. Ju e keni parë shumë se si turren policët për të kapur ato pleqë, ato plakat që kanë dy arka me domate, me kastraveca, me sallatë shile, por ndërkohë po të këta policë nuk shohin 6 shkatët që ndërtoheshin mund që do të Tiranës pa leje. Pra jemi në situatë, i dashur Flavio. Prapë kam pa qartë. Buxheti për 410 milionë euro në vitin e ardhshëm, urdhëro. E kam prapë të pa qartë se çfarë dreshin do bëjnë me 410 milionë euro. Aty po vi. Pra jemi në situatë, i dashur Flavio, që 410 milionë euro vitin e ardhshëm nuk do përkthehen në shërbime dhe në investime. Dhe të flasim konkretisht tashmë. Mbi 85% e buxhetit do të shkojë, faktikisht do realizohet vitin e ardhshëm, ka qenë destinuar për paga, sigurime dhe shpenzime operative të një administratër për 12.500 punojësish. Një administratër që është rritur me 2.5 herë. Ka qenë më pak se 5.000 punojës Bashkia e Tiranës në vitin 2016, viti plot i qeverisjes Veliaj, pasi mandatin e mori vitin 2015. Dhe i kreu punët e Tiranës, ato punë që kreu 2016, me më pak se 5.000 punojës. Ndërkohë që sot Bashkia e Tiranës ka 12.500 punojës dhe 85% e buxhetit ka për të shkuar për shpenzime operative dhe shpenzime të pagave të këtyre punojësve. 15% e buxhetit do të ngeli për investime, të cilat, siç e kemi parë edhe gjatë vitit aktual, ndonë se planifikohen, ato prapë nuk kryhen, nuk realizohen. Ma 11 mujor në vitit 2025, i cili është tregues pothuajse gjithë vitit 2025, është 11 muajve të parë. 30% e investimeve janë realizuar. Pra nga 10 lekë investimi parashikuar, janë kryer vetëm 3. Ndërkohë që shpenzimet operative dhe shpenzimet për paga, nga 10 lekë të planifikuara, janë kryer mbi 9. Realizimi plot. Pra kemi një shpërdorim, një buxhet i cili është orientuar drejt shpenzimeve operative dhe shpenzimeve korrente në përgjithësi. Nuk është buxhet i cili shërben. Nuk është buxhet i cili jep qytetarëve mbrapsht ato kosto që qytetari ka pasur, pra kosto jon, paguajmë taksa, tarife, tatime dhe shumë radhë, por duhet na vinë mbrapsht me shërbimet vendore, komunale, të cilat neve nuk na vinë. Tirana nuk pastrohet dhe qyteti pa pastër e din gjithë, ta thot raporti Numbeos. Pa pastërti jemi në nivelin e fundit. S'ka nevojë të na thon raportet, besoj jetojmë gjithë në qytet dhe shohim se ç'ndodh. Nuk mbështetet fermeri, nuk ka infrastrukturë. I bëra një pyetje përfaqësuesit të bashkisë Flavio. I thash më thoni një rrugë të re, gjurmë, pra gjurmë e re, që do ndërtoni ju në vitin 2026. Nuk ishin të aftë të përmendin një emërtim të vetëm. Se rrugë të reja, rrugë e re, pra gjurmë, rrugë e re e krijuar, nuk do ketë në vitin 2026. Ndërkohë që Tirana do vazhdoj të ndërtohet, të betonizohet dhe të shtohet dhe 15 dhe 20.000 të tjerë banorësh në vit të jetojnë në Tiranë. Po kjo çdo thot, duke rritur numrin e popullsisë me të njëjtën nivel infrastrukture, pra nuk kemi gjurma të reja të krijuara të rrugëve, të trotuareve kështu me radhë, do të thotë që rritet densësia e përkthyer ndryshe ulet cilësia jone e jetesës. Se vuajmë për parkime pastaj. Të sigurisht.
krenoheshin Bashkia Tiranë, u krenua gjatë mbledhjeve të komisioneve dhe në mbledhjet e Këshillit Bashkiak, u krenua i dashur Flavi që vitin e ardhshëm kanë planifikuar të ndërtojnë 2 parkime të reja publike. Mora fjalën dhe thash bravo. Tirana ka nevojë për parkime publike. Por i bëra një pyetje tjetër. Si është e mundur, i thash, që ju planifikoni për gjithë Tiranën vitin e ardhshëm vetëm 2 parkime të reja publike, dhe bravo i qoftë, por vetëm te njësia 5, që është një nga 24 njësitë administrative të Bashkisë Tiranës, vetëm gjatë 3 muajve të fundit janë zhdukur 2 parkime publike. Mjafton të shkojmë te Ish Marin Barleti, ka qenë parkim i madh publik, po ndërtohet pallat sot. Po. U rrethua para 2 muajsh, u prish parkimi publik. Hyri Fadroma, është zhdukur parkimi publik. Dhe njëkohësisht Parku Olimpik, parkim tjetër publik, ka 1 muaj që është rrethuar parkimi publik, është shkalaruar parkimi publik, është zhdukur parkimi publik. Heshtje totale, nuk folen më. Por kjo ka ndodhur vetëm në njësinë 5, vetëm në zonën e liçenit Tiranës përgjithësisht. Ka ndodhur që janë zhdukur 2 parkime publike. Imagjinoni sa parkime të publike të tjera do zhduken gjatë javëve dhe muajve në vijim në Tiranë, e cila do përkeqësoj akoma dhe më shumë jetesën tonë. Teliti, se duke mos patur parkim, njerëzit rrinë në trafik. Po duke ndetur trafik, rëndohet trafiku, dhe sot e dim shumë mirë që për të arritur për të lëvizur në Tiranë, sidomos në orët e pikut të mëngjesit, të drekës dhe të bazilës kur dalin fëmijët dhe mëngjesit mbarojnë punën, është bërë sfidë për çdo për të kaluar rrugëve të Tiranës, për të shkuar nga puna, nga zyra, nga shkolla, për shkuar drejt shtëpive të tyre. Sigurisht. Njerëzit harxojnë 45, 50, më shumë edhe 1 orë edhe më shumë se 1 orë në trafik. Po kjo e përkeqëson jetesën tonë. Po sigurisht. Pra shërbime komunitare nuk kemi. Pastrim nuk kemi, ndosë paguajmë pastrim të shtrenjtë. Incinerator nuk kemi, ndosë incinerator në paguajmë. Shkolla nuk kemi, kopshte nuk kemi, siç është zona Astirit apo Kodra e liçenit Tiranës. Ujë nuk kemi në çesma tona. Po fal, po pse do paguajmë atëherë taksat, tarifat më të larta në rajonin kur ato shërbimet bazike, që janë shërbime të detyrueshme me nxjerrim, na i marrin man taksat e tatimit të tarifave. Ku shkojnë para tona? Fatkeqësisht ato shpërdoren dhe vidhen. Teliti, kam nevojë për një pyetje të fundit edhe për një përgjigje të shkurtër, sa aq e kam kohën. Mos ndoshta do të riktheheni para bashkisë në protestë? Shiko, protestat tona para bashkisë ishin për largimin e Velijait. Ai është një kapitull i mbyllur për na. Por ajo që ne nuk e kemi dalë ende, dhe nuk kemi mund ta hapim ato diskurset aty, është që ndonse larguam Velijaj fizikisht nga zyra, s'kemi ende larguar modelin Velijaj nga Bashkia e Tiranës. Kështu që ajo që do të bëjmë neve dhe si këshilltar të zgjedhur në emër të qytetarëve, është të bëjmë çmos që të shtrënjosim modelin Velijaj, i cili është një model shpërdorimi, abuzimi, klientelizmi dhe vjedhje e hapur e paras publike. Por ama do të themi diçka. Gjithë ky modeli Velijaj, 150 milionë euro ka taksën e korrupsionit në vit. Kur ti e krahason pastaj me modelin Balluku, që ka mbi 1 miliard euro, unë besoj, ashtu që është vendimarrja dhe opozitës, që protestat sot duhet përshëndrohen aty në bulevard, aty ku janë grabitçarët më të mëdhenj të paras publike. Se ka pastaj edhe grabitçarë dhe hajdut më të vegjël, siç është rasti i Velijaj kështu më radh, me buxhetin, po flas vetëm për buxhetin, jo për pronën publike, jo për ndërtimet e tjera, leje ndërtimore kështu më radh. Patjetër që neve si këshilltar do të bëjmë çmos për shtrënjosur modelin Velijaj, por si shqiptar dhe si njerëz që duam Shqipërinë, një vend normal të jetueshëm, protestat tona duhet të jenë të vazhdueshme në bulevard, aty ku janë strofulla e abuzuesve më të mëdhenj real të paras publike dhe të buxhetit. Kështu që dhe iniciativa që ka marrë opozita për protestat vazhdueshme, unë besoj dhe jam besim plot, fuqimisht besim plot që është rruga e duhur për të shkuar në zgjedhje me anë të një qeverie teknike. Ndryshe Shqipëria do varfërohet gjë më shumë dhe do jemi një vend i botës së tretë zyrtarisht. Faleminderit Teliti, e përshëndesim Dor Telitin. Ndërkohë miq dashur, ne do të shkëputemi këtu me njëri tjetrin, sigurisht për të ritakuar nesër. Deri atëherë, kujdes gjobat dhe taksat se